أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po fillojmë me ligjëratën e 74 të shpjegimit të veprës Maraki el Falah, Sharh Nurul Idah të Imam Shërumbulalit, rahimahullah. Jemi në librin e agjerimit, kemi arritur deri te kapitulli ose tema ma yufsidu bihi s-sawm wa yajibu bihi al-keffare ma al-qada. Gjërat të cilat e prishin agjerimin dhe obligojnë kefaret bashkë me kompenzim kaza, pra ditë për ditë. Kemi shpjeguar ligjëratën e fundit gjërat të cilat nuk e prishin agjerimin, kurse tani autori kalon te gjërat të cilat e prishin agjerimin, dhe gjërat të cilat e prishin agjerimin janë dy lloje, kryesisht janë dy lloje. Gjërat të cilat e prishin agjerimin dhe obligojnë kefaret bashkë me kaza, pra përsëritje ditë për ditë, dhe kefaret. Kefareti është lloj i sanksionit ose kefaret, lloji i dënimit për veprën e bërë. Dhe lloji i dytë i veprimeve janë gjërat që e prishin agjerimin, obligojnë vetëm kaza, por nuk obligojnë edhe kefaret. Thot autori, wa huwa ithnani wa ishruna shay'an, takriban, gjithmonë, gjërat të cilat e prishin agjerimin dhe që obligojnë kefaret bashkë me kazan, ose vetëm kaza, vetëm përsëritje të ditës së agjerimit, autori thot janë 22, por këto nuk janë eksakte, nuk janë 22 dhe kaq, po që se i shkoqit ose lëshosh në detaje të secilës prej këtyre mund dalin me qindra, jo me 22, po me qindra të tjera, nëse nalesh në detajet si e kanë pas merak fukahat për para, që çdo gjë në të librat e mëdha që janë voluminoze me volume 10, 20 volume, 30 volume, prandaj ne çuditemi kur themi çfarë ka shkruar ky. Kur gjë s'ka shkruar, po i ka shkruar gjërat në detaje, dhe shpjegimi i fikhut si shkencë në detaje jep me kuptu se personi është fekih. Kur dikush i shkruan gjërat e fikut në detaje, jep me kuptu se vërtet është fekih, sepse nuk mundet çdo kush me hi në detaje, sepse çdo detaj dallon prej tjetrit. Dhe për me njoft këto dallimet, kur po dallon çështja prej çështjes, çka po dallon, kjo është tefekkuh fi din, kjo është njohje e thellë e fejas ose e hukmeve të shariatit islam, dhe këtë e bojnë vetëm ata që janë nivelit të ijtihadit, pra që janë mujtehid në çështjet e argumentuara tekstuale, qofshin nga Kurani apo nga Suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj neve kur flasim për fikhun, ka njerëz që mendojnë se fikhu më shumë mbështetet në logjikën e njerit, e nuk ka argumente në Kur'an ose në Sunet, kjo nuk është e vërtet, normalisht, po e vërteta është atë që e thot Imam Shafiu, realisht Imam Ahmed ibn Hanbeli, po e thot për Imam Shafiu, një mesele, kur e ka pyet
vajza e Ahmedit, për Imam Shafiun, ka thonë ti u qove në mëngjes dhe e falën namazin e sabahit për përsërit abdesin. Do thotë na e falën namazin e sabahit pa abdes. Prandaj u detyru Imam Shafiu me shpjegu se nuk ka qenë pa abdes, por se thotë kur rash në shtrat, kur e vunda kokën një stik, mu kujtu një hadith i pejgamberit a.s. dhe gjatë analizës që i bana, duke qenë kokën në shtrat, zbërtheva 72 mesele, prej qëtij hadithit. Do thot, ato 70 mesele nuk ka si cili argument në veti. Janë krejt me një argument për janë mesail, pra quhet fekih, pra quhet thellues, në ta morim në aspektin gjuhësor, në argumente. Prandaj këtu e thot atë kaulul meshhur, atë thënien e madhe që e thot Imam Ahmed ibn Hanbali, thot bija im e vajzës veti, thot, pasha Zotin, thot, gjumi i Imam Shafijës është më i mirë se sa ibadeti i babës tanë, i vetës. Sepse na kur mendojmë se Imam Shafija është të fletë, në realitet ai paska qenë duke zhvillu mesail fekhie, do të ka bëj ibadet. Prandaj po them se nuk bëhet fjalë për 22 çështje, mëse brani këtë edhe thot autori takriben, sepse varësisht se sa le shohat në detaje. Pastaj vazhdon thot, wa idha fa'ala al-mukallafu as-sa'imu mubayyitan an-niyya fi ada'i Ramadan. Nëse personi që është mukellef quhet personi që është psikikisht i shëndosh dhe që është moshritën, balig akil. Çdo person që është balig edhe akil, moshritën dhe psikikisht i shëndosh në terminologjinë e fikut njihet mukellef. Mukellef është personi i cili ngarkohet me obligime, që i ka farz namazin, zekatin, haxhin. Teklif, janë min ehlit teklif. Por gjithmonë në fik, kur të gjeni literaturë fjalën që përdoret vetëm fjala mukellef, duhet me ditë se bëhet fjalë për personin që është balig, që ka hyrë bilik, dhe që është akil, që është psikikisht i shëndosh, sepse edhe i sëmuri psikik, edhe fëmija nuk janë të obliguar me obligime sipas mendimit të mëdhebit Hanefi. Nëse mukellefin këtë rast, që është agjërueshëm dhe e ka bën një jetë agjërimin me mubayyitan an-niyya, e ka bën një jetin e agjërimit në kohën e vet, në kohën e jetës, pra prej natës. Se kur është koha e jetit, është fillimi i agjërimit, prej fillim të agjërimit, do të prej sifirit, të themi më shkurt. Fi ada'i Ramadan, në bëhet fjalë për ditët e Ramazanit, pra. Walam yatra ma yubihu al-fitr ba'dahu kamaradin aw qablahu kasafarin wa kana fi'luhu shay'an minha ay mufsidat. Nëse personi që e ka bërë një jetë ditën e agjërimit, ditës së agjërimit të Ramazanit me një jetë prej sifirit, dhe ditën e agjërimit e prish agjërimin. Obligohet me çka? Obligohet me kaza të asaj dite dhe me kefaret të 2 muajve radhazi pa ndërprer. Këtu te ne e kanë përdorur xhallarët edhe xhamati kështu e din, dhe nuk ka shkeç me ditë edhe kështu, agjërimin e 60 ditëve. Por unë po flas në aspekt profesional, marr parasysh juve që jeni këtu si xhallar, nuk bëhet fjalë, nuk përcaktohet kefareti me ditë, caktohet me muaj, shahrejni mutatabi'aini. Po përcaktohet 2 muaj hanar. Këto 2 muaj hanar mundën me qenë 59 ditë, mundën me qenë 60 ditë.
Po, për të kuptu xhamati ma lehtë, se nuk e din kur fillon hanët e na dhe kur, o xhallarët e kanë shëndru në numër këtë term, kanë thonë agjerimin e kaza ditë për ditë dhe 60 ditë kefareti. Po them pra, në aspektin e xhamatit është okej në rregull që të dinë se çka bëhet fjalë, po në aspekt profesional si o xhallar, si përfaqësues të islamit, duhet të dimë se janë shehrejni mute tabi ajni. A di kur vjen pyetje kjo? Vjen dita e 59 dhe dita e 60. Sepse nëse i thu dikuj se 60 ditë dhe ai ka agjëru 59, nëse 2 muaj të hanës janë 59 ditë, dita e 60, a është farz të agjërohet apo ki e ka kry obligimin? Ki mund të ketë kry obligimin dhe 60 nuk e ka obligim. Tash po flas krejt në aspekt shumë profesional fikhor, jo për xhamatin. Xhamati e din 60 ditë dhe let ngel si e tillë, po duhet që ju ta bani dallimin e asaj. Nëse ka vepru diçka, ka përdor diçka, ka bën një vepër që e prish agjërimin, agjëruesi obligohet me kefaret dhe obligohet me kaza të asaj dite. ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض. Këtë duhet të kuptoni mirë. Dhe të kuptojmë mirë. أو قبله كالسفر. وكان فعله nëse obligohet me kefaret, nëse gjatë ditës nuk ka ndodhur diçka që ja prish agjërimin. Kjo është mesele interesante. Çfarë nuk kupton? E ke bën jetë agjërimin nesër. Dhe mëngjes, nesrit, ora 10 të zam, e ke prish agjërimin. Dhe ke kefaret. Mirë po masi që e ke prish agjërimin, ma yubihu l-fitru ba'dahu, yani ba'de fesadi Ramadan. Masi e ke prish agjërimin, është smu. A godit me një smundje, e cila të ndërpret agjërimin. Ose gruaja e ka nis agjërimin. E ka prish agjërimin. Të zonë paradite. Mes dit, vjen menstruacioni, i paraqitet menstruacioni. Në këtë rast, të burri, smundja, të gruaja, menstruacioni, po edhe smundja të gruaja, i mora si cilësi për t'i dallu, janë dy sende, janë dy dukuri, avarit, që i paraqiten njeriut që kur t'i paraqiten i lejohet prishja e agjërimit. Kur smuhet i lejohet prishja e agjërimit. Femrës i lejohet prishja e agjërimit. Por problemi është ky e ka prish përpara. Jo, se ka prish smundjen. Imam Shërumbulali thot në këtë rast ky njeri nuk obligohet me kefaret. Nëse e ka prish agjërimin dhe ndodh që ai të smuhet me një smundje që detyrohet ta prish agjërimin, këtu lind një dilemë, një dyshim, sepse këtë ditë ki nuk e ka pas me agjëru. Nuk e ka pas shkruar me agjëru. Po ki ka shpejtu, po edhe mos të kishte prish agjërimin, ki do ta prishte agjërimin për shkak të sëmundjes, ose gruaja për shkak të menstruacionit, dhe këtu lind dilema, shubha. Me që lind dilemja, këtu, thot dietarët tanë, ky njeri obligohet vetëm me kaza dhe nuk obligohet me kefaret. Pra 60 ditë ja, vetëm ditë për ditë. Ku qëndron hikmeti ose logjika e meselës ku është? Logjika e meselës është se kefareti, ku lidhet tash çështja. Kefareti është sankcion,
është dënim i përcaktuar nga Allahu xhalleshanu. Kefareti me agjëru 60 ditë është dënim i përcaktuar nga kush? Nga Allahu xhalleshanu. Sankcionet, pra dënimet, edhe te kisasi, edhe te haddi, te sankcionet e përcaktuara, haddu zina për shembull. Nëse lind dyshimi të sankcionit të vepra penale, bjen sanksioni. Nëse lind dënimi të ndërul hudud bish shubehat, bjen sankcionet me shybe. Nuk mund të ekzekutohet dënimi nëse ka dyshim, shybet da. Për shembull, gjykata duhet vërteton se një djalë apo një vajzë, një burrë ose një grua, ta zom ka bo prostitucion. Sanksioni është i ditur, është i përcaktuar. Nëse është bikre ose bikër, nëse është e pamartuar, 100 gjelde, 100 shkopinj. Nëse është e martuar ose i martuar, ka gjuajtje me gur. A mund të ekzekutohet sanksioni pa u vërtetu vepra? Nëse ka dyshim të vepra, se nuk është ndodh, dyshimi më i vogël e rrëzon sanksionin, nuk mund të zbatosh sanksionin. Nuk mund. Imam Shërumbulali në këtë rast e lidh kefaretin e agjërimit me zbatimin e sanksioneve të drejta penale. Sepse thot edhe kefareti është dënim, është sanksion. Përderisa lind një shybe, një dilem këtu, sanksioni nuk mund të zbatohet, kazaja detyrimisht duhet të zbatohet. E u qablehu kesefer, ose para se me hangër, si që është çështja e udhëtimit. Ihtirazen anil mukrih, për të mbrojtur, thot Imam Shërumbulali, për të ruajtur anil mukrah, prej aty çka e imponon ose është i imponuar prej dikujt tjetër. Tani bjen një shembull. Walau akrahathu zawjatuhu fil asah. Nëse gruaja ja imponon me dhun burrit për ta prish agjërimin, nuk ka kefaret. Sepse ikrahi është bë pa dëshirën e tij. Kema fil Jawharatu, libra al Jawharatu Najara, është libra që e shpjegon mukhtasarin e Imam Kuduriut, nëse nuk gaboja Haddadit, po me rëndësia që shpjegon librën e Kuduriut, wa bihi yufta, dhe sipas kësaj jepet meselja, jepet fetfaja në medhebin Hanefi. E kemi thonë disa herë se kur ka mendime të shumta për një mesele dhe cila është mendimi më i saktë, gjithmonë fikun Hanefi mendimi më i saktë është wa bihi yufta, kur thot autori se sipas kësaj jepet fetfaja, nënkupton se ka dhe mendime tjera periferike, po fetfaja në medhebin Hanefi është sipas kësaj. Ka mendim Tazam Imam Ebu Jusufi, ka mendim Imam Muhamedi, ka mendim Imam Zuferi, ka mendim Serakhsia, ka mendim, ku e di unë, ndonjë dietar tjetër, janë kontradiktore mes veti. Por fetfaja sipas kujt jepet? Sipas asaj që jepet fetfaja në medheb, ky është mendimi i pranuar. ولو حصلت فلا كفارة وبه يفتى فلا كفارة ولو حصلت الطوائية في إثناء الجماع لأنها بعد الإفطار مكرها في الابتداء مكرها في الابتداء. Nëse ka imponim nga ana e gruas që t'ja prish burrit
agjerimin, në përmes marrëdhënieve. Dhe fillimi i aktit është bë me imponim. Mirë po, më vonë zgjohet kurreshja, zgjohet epshti tani. Dhe ki vazhdon ndoshta jo me imponim mo. Nuk ka kefaret në këtë rast. Pse nuk ka kefaret? Sepse prishja e agjerimit konsiderohet momenti i parë kur prishet agjerimi. Veprimet tjera s'ka më kefaret. Nëse ka kefaret, ka për momentin e parë. Identike, ta zonë. Nëse dikush ta fut një gotë ujë, ose ta imponon me pi ujë, një gotë, pastaj ti, ose një fyt ujë. Një fyt ujë është mjaftueshëm me e prish agjerimin. Mirë po ti kur e ke pi një fyt ujë, pastaj dytën fyt edhe tretin, e pin mo se të vjen mirë. Nuk ka kefaret këtu. Sepse fyti i dytë dhe i tretë e i katër nuk janë këto që të prishin agjerimin. Agjerimin është e që të prish fyti i parë. Momenti i parë është që të prish agjerimin. Kafshata e parë është që të prish agjerimin. E dyta dhe e treta nuk janë që të prishin agjerimin, sepse agjerimi veç është i prishëm. Pastaj thotë, liannehu mukrahen fil ibtida, sepse ki fillimi, që e ka prish agjerimin është ajo që është në fillim. Ihtiraza bihi anin nasi wal mukhti. Thot, imponimin e përdor këtu për shkak për ta distancuar ose për ta larguar harruesin e nasi, smër fajl, ai që ka harru edhe ai që ka gabu. Dhe ne e kemi përsërit disa herë. E nasi o el mukhti nuk janë njëjtë. Harresa dhe gabimi nuk janë njëjtë. Ja si e definojnë fukahat. El khata, gabimi është an yaqsida bil fi'li ghayra al mahall alladhi yaqsidu bihi al jinaya. Kema vurida kema fi radd al muhtar wal bahr al ra'iq. Gabimi është veprim i synuar jo në vendin e synuar. Për shembull, mos ta komplikojmë tash me këtë teoritë. Nëse ne lajmë gojën gjatë marrjes abdesit, qëllimi jonë çka është? Për futje e ujit në gojë, a bëhet me qëllim apo pa qëllim? Bëhet me qëllim. Huwa fi'lun an yaqsud al fi'l. Veprimi që është futja e ujit në këtë rast është me qëllim. Nuk kemi harru se është Ramazan. E kemi fut ujin në gojë me qëllim. Mirë po, gabimi është ba në momentin kur është dasht me nxjerr ujin mbrapsht, ne e kemi çu poshtë. Kjo është bëm me gabim. Nuk është bëm me harres, se ki e din se është Ramazan. Është i vetëdijshëm se është Ramazan. Në këtë rast, pra te gabimi, prishet agjerimi dhe obligohet me kaza. E përmendëm edhe një natë. Mendon se koha e sifirit, koha e imsakut, akoma s'ka hi. Ti mendon dhe han buk, ose pin një gotë ujë. Duke mendu ti ujin, pirin e ujit, e ban me qëllim apo pa qëllim? Me qëllim e ban, se ti jetu i vetëdijshëm çka jetu bo. Gabimi ku është? Gabimi është te llogaria jote, se ti po llogarit se akoma s'ka hi koha e imsakut. Në realitet ka hi koha e imsakut dhe ti e ke prish agjerimin. E ke prish agjerimin jo me harres, po e ke prish me gabim. Për dallim nga harresa, çka është se agjeruesi e bën një veprim duke
mos synuar veprimin, ose duke mos pasur në kujtes veprimin. Pin ujë, duke mos e ditur fare se është agjërushëm. Ka harru njeri, e ka mend diku tjetër, është e shtu, kalon pranë çeshmës, ndalësh pi ujë. Dhe ti nuk e din, absolut. Kjo mundet me ndodhë dhe praktikisht që ti brenda ditës së agjerimit të pish ujë dhe të agjërosh tërë ditën dhe mos ta dish fare se ke pi ujë. Mundot që të kujtohet, po çfarë bana unë? Prishë agjerimi. Jo, nuk prishet agjerimi. Po mundot që ti të pish ujë dhe të agjerosh tërë ditën, pastaj me një të agjerimi, se është Ramazan, krejt në rregull, të presësh iftarin, dhe të kalon këtë ki proces ti pa e ditë se me harresët ke pi ujë. Kjo mund të ndodhë. Pra ka dallim mes harresës, kur harron, edhe gabimit në llogari. Prandaj thot, gajra mutarrin idh el mutirru la kefare alehi. Dhe këto veprime që i përmendëm, duhet që t'jenë pa ndonjë detyrim. El mutar është kur çon me zor. Sepse kur dikush çon me zor, me e prish agjerimin, fela kefaret e alehi. Ki nuk ka kefaret, lazimehul qada, por se kazaja është obligim. Për këtë të rumbullëksojmë edhe njëherë mesele, se ishte këtë një fjali e gjatë, dhe që ta kemi pak më të qartë. Pra, meselja e parë në këtë gjumle ishte kjo. Nëse agjëruesi han, pin, që përdor veprimet që e prishin agjërimin me qëllim, lehu el kefara wal qada, obligohet me kefaret dhe obligohet me kaza. Meselja e parë. Meselja e dytë, nëse agjëruesi e prish agjërimin me qëllim, pastaj i paraqitet një çështje aksidentale, sëmundja, obligohet me kaza, nuk obligohet me kefaret. Edhe pse sëmundja i ka ndodhur mbrapa, sepse ky konsiderohet se këtë ditë nuk ka pas të agjëron. Agjërimi është juz'un la yatajazza. Është pjesë, një pjesë, nuk mund të përpjesëtohet. Nuk mund të agjërosh gjysdite. Nuk mund të agjërosh 99.99% po agjëroj, 0.1% s'po agjëroj. Jo. O agjëron komplet 100%, o prishet kejt. Kur kemi folë për një jetin të agjerimi, po du të lidhi me më hershmë. Kur kanë thënë dietarët se të agjerimi lejohet një jeti deri para zevalit. Të agjerimi nafile dhe të agjerimi i farzit, ditës Ramazanit. Sepse vetë veprimi në Ramazan, nëse se ke ba një jetë, vetë veprimi në Ramazan qonë që ty qohësh si firë, këto janë, për shka qohësh si firë? Për me agjeru, me qanë një jeti qohësh si firë? Kur kemi thonë se lejohet veprimi deri para zevalit, dhahvetul kubra, që e shpjegum, kanë thonë se prej para zevalit deri në akşam është shumica e kohës. Nijetin këtë rast e shoqëron shumicën e ibadetit, shumica e ibadetit ya'khudhu hukmul kulli, e merr dispozitën e të tërës, krejt ditës. A ndodh kështu te namazi për shembull. Tekbiri fillestar, rukën, kiamin kam, rukën. Leximi i Kuranit, rukën, farzja e namazit. Mos e lexova Kuranin, po nëse kam bën një jetë, tash po e bëj një jetë. I ke bë 2 farzet namazit, kanë metë edhe 4 sipas mezhebit tonë. Se të mezhebet tjera ka farze më shumë. I ke bë 2 farze namaz, edhe tash po do me e bën një jetë. Namazi është i pa vlefshëm. Pse
te namazi është i pavlefshëm, pse dhe te namazi nuk e merr hukmin e shumicës, sepse 4 kanë ngjet, pse nuk përfshihen tek i 4 dhe këto 2 të parët? Sepse namazi është ibadet i cili ka shumë rukne. Kurse agjerimi është ibadet që e ka vetëm një rukën. Vetëm një rukën e ka. Ky rukën është një, nuk janë 2. Ky rukën është abstenimi prej ushqimit dhe gjërave që të ndalohen Ramazani prej imsakut deri në iftar. S'ka që të rukën te Ramazani, ka farz, ka mendoj sharte, shurut, po, rukni është ki. Krejt pun qera me i bo. Po se bëre këtë, nuk e që s'ka rukën, sepse rukno është sendi, pjesa përbërse e veprimit. Dhe çështja tjetër ishte dallimi që e ban pra të fjalia mes imponimit, mes harresës edhe gabimit. Edhe harresa, edhe gabimi, madje harresa nuk e prish fare agjerimin, kurse gabimi e prish agjerimin, por nuk obligon kefaret. Këtu është qëllimi. الجماع في أحد السبيلين أي سبيل آدمي حي على الفاعل إن لم ينزل وإن لم ينزل jo in lem, وإن لم ينزل. Se kjo arabisht që kur e lën një shkrojnë qatë tjera ka thonë, s'di mu këthi në autostrat. وإن لم ينزل. Marrëdhëniet intime me gruan, me femrën, sebil ademi, me femrën që është njeri, marrëdhëniet intime me femrën, pra me gruan kuptimin njeri gjenies femrore. A është, as është një që është çështje tjetër, mesele tjetër. Pse përmend ki ademi el haj? Sepse për të pas kefaret, kushtohet që marrëdhënia intime të kryhet me një femër, njeri, e cila është e gjallë, që nënkupton se nëse femra është e vdekur dhe mashkulli kryen marrëdhënie seksuale me femrën e vdekur, agjerimi i tij prishet, por nuk obligohet me kefaret. Se nuk plotësohet, nuk është ademi haj, nuk është njeri i gjallë pra. Wa in lam yanzil, edhe nëse nuk ka ejakuluar. Kontakti çka bëhet mes dy gjinive që janë të gjallë, që është njeri. Kur thot ademiun haj, këtu vjen ma vonë dokët, nëse është kontakti ose marrëdhëniet që bën edhe me kafsh. Agjerimin e prishin, por nuk obligojnë kefaret. Pse nuk obligojnë kefaret? Femra e vdekur, pse nuk obligon kefaret? Kafsha, pse nuk obligon kefaret? Sepse një akt i tillë, kryerja e marrëdhënies është gjinaj, është krim. Është krim. Krimi a është i plot apo nuk është i plot? Nuk është i plot. Fi shubha. Në te ka dilema, ka dyshime. Kefareti është sankcion, nuk mund zbatohet kur ka dyshim. Fi shubha. Prandaj obligohet me prishje të agjerimit, por nuk obligohet me kefaret nëse marrëdhënia kryhet me të vdekurën. Tani kur i lexojmë ne këto, njerëzit e shëndosh çuditën, thonë, pse? Jo, ka plot njerëz të tillë. Ka njerëz plot të tillë, unë po u them pra të smut psikikisht, që merren me këto gjëra. Prandaj ulemat kanë gjetë sqarime dhe kanë bërë sqarime për rastet, sepse fiku, shkenca e fikut është për të lehtësuar dhe për të dhënë përgjigje njerëzve të gjitha kategorive të njerëzve. Wa in lam yanzil, pra edhe nëse nuk ka ejakuluar.
Ve alel mef'uli bihi, nuk prishet agjërimi dhe nuk obligohet me kefaret vetëm mashkullin këtë rast, por obligohet me prishje të agjërimi dhe me kefaret edhe femra, ademi el haj, që është femër e gjallë. Pra kur kryen marrëdhëniet, prishet agjërimi edhe i burrit, edhe i gruas që bëjnë marrëdhënie, dhe obligohen me kefaret edhe burri edhe gruaja, alel faili wal mef'uli bihi, ai që e kryen veprën dhe mbi ata të cilët kryet vepra. Li kemalil gjinajeti, sepse këtu është gjinaja, krimi, gjinaja është kjo, krim është, për agjërimin është krim. Nuk pa flasmi, që mos të jesin borxh dëgjuesit pastaj, mos ta kupton dikush se kur thash marrëdhënia e dikujt me një grua të vdekur, po kjo lejohet, jo nuk lejohet. Ne nuk po themi se është veprim i lejuar. Marrëdhëniet me kafshët nuk po themi se është veprim i lejuar. Por ne kemi fjalën të agjërimi, kefareti i agjërimit. Nuk e kemi fjalën të veprimi. Një veprim i tillë është i ndaluar, është haram. Mirë po, gjinajeti, krimi nuk është i kompletuar në këtë raste. Vetëm kur ban marrëdhënie me një grua e cila është njeri dhe është e gjallë. بخلاف الحد لأنه ليس زنا. Thot këto, Imam Shërimbulali, thash e kemi dhe tema pak nga traume. Nëse kryen marrëdhënie seksuale jo në organin gjinor të femrës, një veprim i tillë është ndaluar, apo? A obligohet me kefaret apo nuk obligohet me kefaret? Obligohet me kefaret sipas mendimit më të sakt, fil e sahhi. Thot po mirë, nëse kryen marrëdhënie të tilla në të drejtën penale jashtë Ramazanit, a mund të sanksionohet haddi, sanksioni i përcaktuar? Jo. Për shembull, nëse një djalë dhe një vajzë kanë bërë zina, sanksioni i tyre është i përcaktuar me ajet dhe hadith. Kjo është e qartë. Po allawat të gjinies së njëjtë, nëse dy meshkuj kanë pas kontakt me zveti, a mund të ekzekutohet sanksioni i zinës të këto dy burrat? Jo. Sepse është i papërcaktuar. Po thot dikush, po kjo është vepër më e rëndë. Në shikim të parë duket se është vepër më e rëndë. Po nëse ndalemi në detaje, del se nuk është si e tillë, sepse ky veprimi mes dy meshkujve, marrëdhënia seksuale mes dy meshkujve, nuk sjell pasoja në komplikimin e familjes, nuk përzin familjet. Po pra, po thot mos e s'ka had, nëse ndaj këtyre dyve, nuk mund të zbatojmë sanksionin e veprës penale të prostitucionit. Çka duhet me ju baktinë? Për këto, thonë fukahat, ka sanksion i cili në terminologjinë e fikut njihet ta'zir. Ta'zir, këto gjuhëtarët, këto juristët po i thojnë sot, sanksion diskrecional. Ta'ziri. Që është ta'ziri? Ta'ziri është dënim i papërcaktuar në tekst, në ajet dhe në hadith. Gjykatësi mund të sjellë vendimin duke u mbështet në rrethanat që i ka. Prandaj, nëse ka marrëdhënie mes dy meshkujve, mund të jetë dënimi i vogël. Po ki rast ka ndodhur brenda 50 viteve një herë. Nuk ka nevojë gjykatësi me alarmu këtë punë. Nëse ki rast fillon edhe shtohet, arritet, gjykatësi duke mos pas ajet dhe hadith për të përcaktuar sa është dënimi i këtij,
e rrit nivelin e dënimit. Ta'ziri, si pas mëdhebit Hanefi, mundet me ardhë ndonjëherë me qenë sankcion më i rëndë se sa haddi. Mundet me qenë dënim kapital, pra me vrasje, po jo hadden, me ekzekutim. Pra mund dënohen edhe me ekzekutim, por jo si hadd, si sankcion i pa përcaktuar. Po flas këtu se këto janë të rëndësishme për neve që jemi këtu, nuk janë shumë ndoshta për xhamatin që na ndëgjojnë, se nuk merren me këtë punë xhamati, nuk është puna atyre. Wa kadha, thot Imam Shërbulali, al-aklu wa sharbu wa in qalla سواء فيه أي في المطر أي في المفطر ما يتغذى به أو لا. Ngrënia dhe pirja, pra përdorimi i gjërave që hahen dhe që pihen, llojet e ushqimeve, ngrënia dhe pirja, e prishin agjërimin dhe obligojnë me qada dhe kefaret, wa in qalla, edhe nëse është e pakt, ushqimi ose pirja e pakt. Nëse është pak. Mirëpo, ma yataghadha bihi yurabbi wa yuqamu al-badana bihi. Nëse këtë çka han është ushqim. Këtu, të librat tjerë, të Shërbulali përsëri e ka në mënyrë shumë decisive të shkurt, po të hishte Mëbsuti së Rakhsiut, të Kemal ibn Humamit, të Fethul Kadiri, atje, shkon gjatë meselja, sepse ki thot, nëse han dhe pin diçka nga ushqimet dhe pijet, edhe nëse është pak, obligohesh me kaza dhe kefaret, nëse është ushqim. Nëse është ushqim. Tani çka shtrohet pyetja? Çka është ushqimi? Çka konsiderohet ushqim? Që na jep neve kaza edhe kefaret. Imam Shërbulali thot, yurabbi wa yuqamul badan. Është ushqim konsiderohet ajo që i ban mirë trupit, që ka oreks, ka shije, wa yuqamu al-badan, dhe që e përforcon trupin, o jep forcë trupit. Njeri kur han, kur pin, merr forcë. Çdo ushqim që është i këndshëm për njerin, atë shumica e njerëzve? Jo. Këto gjikohet për secilin individualisht. Sepse jo çdo ushqim është i këndshëm për të gjithë. Merë kumpirin për shembull. Për një numër është ushqim shumë i preferuar. Por dikush është hiç i preferuar. Po kjo nuk lidhet me xhumhur, me shumicë çka mendojnë. Lidhet me individin, për atë çka ti e preferon. El-ghidha huwa bil-ghaini wa dhal mujmataini ismun li dhati al-ma'kul. Ke shpjegon fjalën ghidha, ushqim çka është ki. Fjala ghidha është ushqim. Thot fil Gjavharatun Najra, imami autori thot, ikhtalafu fi mana at-taghadhi. Dietarët thot kanë kundërthënie tash, polemika, ikhtilaf, çka do me thënë fjala ushqim? Çka konsiderohet ushqim? Njoni han bari për shembull. Është ushqim apo s'është ushqim? Njoni han dega të lisit. Tani, a mund të themi se është ushqim apo s'është ushqim? Njeni han fara, tjetri han ku e di unë çka. Dikush han dhe tokë. A konsideron këto ushqime apo nuk konsiderohen ushqime?
E thot fil Gjauhara, në librën e Gjauhara, në shpjegimin e Kudurijës, thot ikhtalafa al-fuqaha'u fi ma'na at-tagadhi. Qala ba'duhum an yamil at-tab'u ila aklihi. Ushqim konsiderohet çdo ushqim që anon natyrshëm njeriu anon nga ai ushqim. Natyrshmëria e njeriut anon nga ai ushqim. Po tunqadhi shahwatul batn, dhe me atë e plotson epshin e barkut, pra e mbush barkun. Ka shije. Ka thonë një grup i dietarëve, një grup tjetër ka thonë huwa ma yaudu naf'uhu ila islahil badan. Ushqim konsiderohet çdo ushqim që dobia e tij që ai ushqim i bën mirë trupit. Që i bën mirë trupit. Wa faidatuhu, e këtyre mos pajtimeve, cila është polemika, cila është fajdja e këtyre, pse duhet mu përla këta ulemat me zveti? Thot, çfarë mesele bjen nësi? Idha madagha lukmeten, thumma akhrajaha, thumma ibtala'aha. E ka shtin një kafshat buk, mish, në gojë. E ka përtyp. Pastaj e ka nxjerr. E ka nxjerr. Ose e ka shtin një kafshat, mishit, bukës, diçka ushqim, moll, çfarë do që tjetë, thazam. E ka shtin në gojë. Dhe ka vrejt se ka hi koha i msakut. E përbin të poshtë. Tash më ke e di se ka hi koha i msakut, e ka në gojë. E qonë në barkë. E ka prish agjërimin. Dhe këtu la khilaf, s'ka ikhtilaf mes fukahave. Po thot, e ka ushqimin gojë, u akhraja, e ka nxjerr prej gojës. Dhe mos e ka nxjerr prej gojës, apet e ka shtin gojë, e ka hangër. Prishet apo nuk prishet agjërimi? Thot, nuk prishet agjërimi. Pse nuk prishet agjërimi? Sepse adeten, mënyrë natyrshme, zakonisht, ki ushqim shka del prej goja nuk është ushqim tradicional që ka e han njeri. Këtë mund të banë dë një individ që ka çrregullime, ama adeten, zakonisht, parimisht, ai nuk e. Fa alal qawl ath-thani tajibu al-kafara. Tani, sipas mendimit të dytë, që thot prishet, tajibu al-kafara. Obligohet edhe me kefaret. Kurse, sipas mendimit të dytë, fala tajibu al-kafaratu, wa hadha huwa al-asah, dhe kjo është mendimi më i sakt. Por ne nuk e kemi fjallën këtu të kefareti, kemi të prishja e agjërimit. Li enne ikhrajaha tuafje nefs, është e gërdisme për njerin. Të ngojën tonë e ke pas, një copmish e ke përlive, e ke qitë për e tonë, është e gërdisme për ti. Kema fil muhit. Ose thot, wa ala hadha al-varakul habashi, wa hashishetun, wa kittatun, idha akelu fa ala al-qawli thani. Pastaj ka edhe prej atyre të cilat han llojnet të ndryshme të barnishtave, ishtin këtë kinat në të periudhë, në të kallëp dhe gjikon me ato. Dhe po e përfundoj me këtë edhe me një fjali që është interesante, wa kultu wa ala hadha al-bid'atu allati dhaharat al-an, kur e thot ki Imam Shërbulali, llogaritni thash pak matematikisht, Imam Shërbulali thot edhe një bidat i ri që ka dal tani, kohës fundit, kohën e tij, bëhet fjalë për para 400 ca viteve.
400 ca viteve, po të vëhuet duhan, që është duhani pra, do thot që aty diku e ka zanafilën ajo. Ose ki thot se është njërisi. Idha sharibahu fihi luzumul kefareti, nes'elullahi al-afwa wal-afja. Ai që e përdor, pra, ai që e përdor, obligohet me kefaret dhe obligohet edhe me kaza. E sjell këtë mesele imami se në kohën e tij ka qenë mesele e re. Se nëse s'është e re, po në kohën e tij ka qenë e re dhe ka edhe çështje tjera që në vazhdim do t'i përmendim, po këto i lëm për ligjëratën tjetër dhe deri te ligjërata tjetër. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.